Rocking the city with the best music. Rocking the city with the best music. Top 20, Top 20, Top 20. 20 këngët më të mira të Krishterën. Çdo fundjavë në Radio Emanuel hitet më të mira të muzikës së Krishterë. Oh Lord, I need you. Ndrysho jetën. Top 20 Christian Songs. Dëgjoj muzikë. Jeto një jetë me frymëzim. Let love explode and bring the dead to life. Top 20 Christian Songs. Të dashur miq, jemi rikthyer sërish në studio, jeni duke ndjekur programin Buzëqeshi ditës në episodin me temë Kujdesi për veten është kujdes për jetën. Siç e përmenda edhe më herët, tashmë së bashku me mua në studio është edhe fizioterapisti Joan Kaçori. Përshëndetje Joan, mirë se ke ardhur. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Është shumë kënaqësi. Kënaqësi e veçantë. Atëherë Joan, përpara se të futemi te ato pyetjet e thella, pse na dhem shpina e pse na dhem qafa, do na tregosh si fillim si nisi pasioni yt për fizioterapinë. Pasioni im ka lindur nga dëshira e madhe që kam për t'ju ndodhur në ndihmë njerëzve të cilët kanë nevojë, njerëz të cilët kanë kufizime në cilësinë e jetës apo në lëvizje të ndryshme. Veç kësaj, emocioni që të fal një pacienti trajtuar me sukses është emocion që s'ka të krahasuar me asnjë gjë tjetër. Në këto gjëra ta bëjmë pasionin shumë të fortë. Pra ti ke kthyer pasionin tënd në profesion, nëse mund të themi kështu. Edhe thonë që kur e kthem pasionin në profesion, nuk do të punosh asnjë ditë. Është e vërtetë kjo? Tani patjetër që lëviz lodhesh, por e shijon. Nuk e ndjen lodhjen shumë. Nuk e ndjen lodhjen shumë, e bën me gjithë zemër, sa mirë. Tani, me sa di unë ti punon si me sportistët edhe me persona të tjerë. Cili është pacienti tipik që ti has në punën tënde? Janë sportistët apo njerëz me punë sedentare? Atëherë, dëmtime sportive në pjesën e sportit janë të shpeshta, por jeta sedentare e shoqërisë në përgjithësi e shoqërisë moderne sjell probleme të ndryshme për shkak se ka një mungesë të lëvizjeve që njeriu duhet të kryej. Për shembull, përdorimi i tepërt i telefonave, përdorimi i kompjuterit, qëndrimi për orë të tëra ulur apo transporti me makinë, të gjitha këto kanë ulur si thua lëvizjen që duhet të kryejë një njeri në përditshmërinë e vet. Duke sjell edhe mbi ngarkesa të dëmshme në sistemin muskuloskeletar të njeriu. Pra mund të themi që shumica e pacientëve që ne trajtojmë janë si pasojë e jetës sedentare dhe jo e sportit. Pra jemi shumica prej nesh që kemi nevojë për fizioterapi. Po përse shumica e dhimbjeve nuk shihen si mjekësisht rrezikshme, nëse më lejohet ta quaj kështu, por të lidhura me stilin e jetës? Lidhet ndoshta me këtë që po thoje, po pse nuk quhen mjekësisht të rrezikshme? Çfarë nuk ka ndodhur ndoshta në trupin ton? Atëre, në shumicën e rasteve dhimbjet nuk janë si pasojë e një dëmtimi të sistemit muskuloskeletal, po janë dhimbje muskujsh, dhimbje nyesh, apo dhimbje që vijnë nga një posturë e keqe që ne mbajmë në përditshmëri. Trupi është shumë sensitiv, pra mënyra si ne e përdorim trupin ton, ashtu edhe ai reagon me dhimbje. Pra mund t'i shikojmë si sinjale që na tërheqin veshin për të korrigjuar stilin e jetesës që ne bëjmë. Gjithashtu kemi dëgjuar shpeshherë këshilla të tipit gjumi luan një rol të rëndësishëm, aktiviteti fizik, qëndrimi siç po thoje ti në gjithë shëndetin muskuloskeletal. Ti tani si një specialist mund të na thuash sa rol luajnë këto? Për mendimin tim këto kanë rol shumë të rëndësishëm, pra mund t'i shikojmë si shtylla e shëndetit të sistemit muskuloskeletal. Pra një gjumë cilësor dhe i rehatshëm ndihmon shumë në rikuperimin e muskujve, ndihmon shumë në eliminimin e ngarkesave që ne i kemi dhënë trupit një ditë përpara. Aktiviteti fizik po ashtu ndihmon në mbajtje në formë të muskujve apo forcimin e muskujve, në mënyrë që të mbajnë ngarkesa më të mëdha në ditët
në vazhdim. Dhe më e rëndësishmja nga të gjitha postura që ne mbajmë gjatë orarit të punës. Pra në qoftë se ne kemi posturë të keqe, ngarkesa do jenë të dëmshme, do ketë stres të vazhduar në zona të caktuara të trupit. Dhe në qoftë se ne kujdesemi për një posturë sa më korekte gjatë orarit të punës, atëherë dhe ngarkesa në trup do të jetë një ngarkesë e shëndetshme dhe jo e dëmshme. Unë pak më parë ndava dhe një shprehje dhe tani dua të të pyes ty si specialista dakord bie. Thash që gjumi është fizioterapia më e mirë natyrale. Bie dakord ti me këtë? Na ndihmon, relaksohet trupi? Është një pjesë e rëndësishme ku ndihmon shumë, po për mendimin tim aktiviteti ushtrimor është akoma mirë. Po që të dyja këto shkojnë njëra me tjetrën paralel. Pra nëse kemi një gjumë jo cilësor, aktiviteti ushtrimor do jetë jo dhe aq cilësor apo anasjellta. Na ndodh shpesh që ne rëndom të themi hajt mos e do kaloj vetë një dhimbje. Cilat janë disa shenja që ne nuk duhet t'i neglizhojmë, por në fakt nuk duhet të themi të kaloj vetë, por të kërkojmë ndihmë nga fizioterapisti. E kuptoj. Ne zakonisht përdorim, domethënë këshillojmë pacientin që të ndjekë një rregull 3 ditor deri në 5 ditë. Pra, në qoftë se ne kemi një dhimbje të re në trup dhe kjo dhimbje nuk është reduktuar apo nuk është eliminuar brenda këtij afati kohor, atëherë sugjeroj shumë që të kërkohet ndihmë nga një profesionist, nga një specialist. Apo raste të tjera kur ne vërejmë kufizime të artikulacioneve në lëvizje, përsëri duhet të kërkojmë ndihmë nga specialisti. Mund të përmendim edhe rast tjetër nëse dhimbjet ndikojnë në cilësinë e gjumit apo na pengojnë për të zhvilluar aktivitetin e punës në përditshmëri, prap duhet të marrim ndihmë nga specialisti. Ja, me sigur që nëse do t'i kishim këtu shumë nga dëgjuesit tanë tani, me siguri do thoshim, unë që ngam për fizioterapist. Tani për të bërë pak më praktik, cilat janë 3 ushtrimet ose zakonet që ti do na sugjeroje, se cilit prej nesh t'i bënim pjesë të ditës sonë, t'i bënim në përditshmëri. Okej, po e filloj që nga mëngjesi. Çdo njeri këshillohet shumë që në mëngjes të ketë aktivitet ushtrimor të lehtë, pra mobilizime aktive të shtyllës kurizore dhe të gjymtyrëve të sipërme dhe të poshtme. Ky aktivitet këshillohet edhe që të mbyllet dita, domethënë po përsëri me një aktivitet të lehtë ushtrimor, ku kryesisht duhet të aplikohen ushtrime të thjeshta stretchingu për shtyllën kurizore kryesisht. Aktivitet tjetër i shëndetshëm që çdo njeri duhet ta kryejë për ditë është ecja. Një shëtitje në qytet, një shëtitje në park. Sa hapa rekomandohen? Mesatarisht me kohë, jo me hapa, të ketë të paktën minimumi 20 minuta ecje në ditë, po mund të shkojë edhe më shumë pa problem. Gjithashtu për personat që kanë një punë jo aktive, këshillohet që të bëjmë pauza të shpeshta gjatë atij orarshit të punës. Pra çdo 60 minuta këshillohet që 3-4 minuta të stopoj punën dhe të kryej lëvizje të vogla të qafës, të kokës, të shpatullave, të shpinës. Shpresoj që shefat e punës të jenë duke na dëgjuar në këtë moment. Shpresoj edhe unë shumë. Lejojini punonjësit tuaj që çdo 60 minuta, pra çdo një orë, pushim të shkurtër, të ngrihen, të lëvizin trupin, të marrin frymë edhe të marrin veten. Kam për të qenë më efektiv në Patjetër, do të jenë më efektiv, më produktiv, më mirë. Dëgjojmë kohët e fundit si për fizioterapinë të flitet shumë edhe për masazhin. Tani unë dua të di pak më shumë cili është ndryshimi midis masazhit edhe fizioterapisë profesionale. Atëherë, që mos i ngatrojmë ne, populli i thjesht. Mund të themi masazhi është diçka që relakson muskujt. Ndërsa fizioterapia diagnostifikon problemin, korrigjon lëvizjet, përmirëson funksionin dhe ndihmon në parandalime të dëmtimeve të mundshme të strukturave muskuloskeletike. Pra, fizioterapisti punon sipas protokolleve mjekësore dhe planit të personalizuar të pacientit. Kështu që mund të themi që masazhi është një pjesë shumë e vogël që përfshihet edhe në fizioterapi, po ajo që ne bëjmë është një diçka shumë më e madhe se sa thjesht një masazh. Po, a mund të trajtohet dhimbja pra vetëm me këto ushtrime, apo fizioterapia kërkon edhe kombinimin e teknikave të tjera, nuk e di.
Ushtrimet janë baza e fizioterapisë. Kemi raste konkrete ku eliminojnë dhimbjet vetëm me anë të aktivitetit ushtrimor apo kombinuar kjo me ndryshime të vogla në stilin e të jetuarit. Unë do të këshilloja shumë që të kishte kombinim të teknikave të ndryshme të fizioterapisë bashkë me terapitë ushtrimore që ne japim si detyrë shtëpie. Pra kombinimi tyre bën që efekti të jetë më i fortë dhe më afatgjat. Besoj që shumica nga këto probleme vinë se dhe shumë njerëz në ditët e sotme janë duke punuar nga shtëpia apo janë duke bërë punë siç e diskutuam edhe bashkë që i kërkon të qëndroj gjatë gjithë kohës ulur, cilat janë disa ngabime që bëjnë këta persona ose që bëjmë ne. Gabimi kryesor është mbajtja e ekranit të laptopit apo të kompjuterit poshtë nivelit të syve. Kjo shkakton stres të tepërt mbi zonën cervikale dhe muskulaturën e trapeziumit. Gabim tjetër është ajo që folëm pak më përpara, qëndrimi për orë të zgjatura në të njëjtin pozicion pa aplikuar ato pushimet e shkurta. Për persona që punojnë nga shtëpia, kam parë shumë veta që punojnë nga divani i shtëpisë, nga koltuku i shtëpisë, gjë që është merësisht e dëmshme për sistemin muskuloskeletal. Këto janë problemet kryesore që unë shikoj në këta persona. Pra edhe nëse vendosim të punojmë nga shtëpia, do të na këshilloj të ndërtonim atë zyrën tonë të vogël në shtëpi. Të ngrihemi, të ulemi në karrige, te tavolina, shikimi i duhur me kompjuterin. Okej, faleminderit Joan. Joan, një tjetër problem që edhe shqetësim që unë shoh, janë ato çantat e rënda të shpinës që mbajnë fëmijët. Çfarë këshille do t'jepja prindërve? Ndoshta edhe fëmijëve pak më të rritur që mund të ta kuptojnë. Që e kuptojnë. Çantat janë dizenjuar të përdoren me të dy ripat që ato kanë. Pra, shohim fëmijë në rrugë që e mbajnë çantën vetëm në njërin krah. Sidomos adoleshentët. Po, adoleshentët kryesisht. Kjo është e dëmshme. Pra, këshillohet që të përdoren të dyja ripat e çantës. Prindit që kanë fëmijët më të vegjël në moshë jo adoleshent, ju këshillohet që ripat të jenë sa më të gjerë në mënyrë që dhe suporti të jetë sa më i madh. Dhe një problem tjetër është pesha e rëndë që kanë sot fëmijët, pesha e çantës. Këshillohet rreptësisht që pesha mos kaloj 10-12% të peshës të përgjithshme që ka fëmia. Pra kjo gjë duhet parë me vëmendje a prindit. Kjo duhet parë edhe me mësuesit ndoshta. Jo të gjitha libra duhen marrë me vete në shtëpi çdo ditë. Është diçka që prindrit duhet ta zgjidhin në diskutime së bashku me shkollën, mendoj. Sa kohë duhet një dhimbje zakonisht që të largohet? Dhe le të themi një dhimbje mesi, meqense është ndër më të zakonshmet. Dhe jam kurioze edhe për veten time. Kjo gjë s'mund të thuhet konkretisht pasi varet nga shkaku që ka erdhur dhimbja. Po mund të themi me sa. Flasim për këto shkaqet e zakonshme, thjesht nga qëndrimi jo i duhur, siç shumica prej nesh e kanë, pra jo nga një dëmtim serioz. E kuptova. Nëse ne kemi të bëjmë me një kontrakturë muskulore, dhimbjet mund të kërkojnë mesatarisht 1 javë deri në 2 javë për tu eliminuar. Por nëse aty kemi të bëjmë me një diagnozë, me një dëmtim të strukturës, atëherë ato mund të kërkojnë deri në disa javë, pra mund të shkojë diku deri në 4-5 javë në varësi edhe të diagnozës gjithmonë. E kuptoj. Por pse ndodh që disa pacient nuk duket se kanë përmirësim? Lidhet kjo ndoshta nuk po bëjnë ushtrimet e duhura apo çfarë? Atëherë fizioterapia gjithmonë ndihmon në reduktimin e dhimbjeve. Pra terapia klinike që ne aplikojmë jep gjithmonë rezultate. Por shikojmë shpesh neglizhencë nga pacientët në ndjekjen e atyre detyrave të shtëpisë që ne ju lejmë ato ushtrimet që duhet të ndjekin për ditë apo ato këshillat që duhet ta ruajmë veten gjatë orarit të punës, pra modifikimi i stilit të punuarit. Shikojmë neglizhencë nga pacientët në këtë fushë. Pra kjo bën që rezultatet që ata marrin në klinik mos jenë rezistenca, mos jenë afatgjate, duke kthyer përsëri dhimbjet e shpinës. Përveç neglizhencës, mundet ndoshta të jetë edhe mosbërja siç duhet e ushtrimeve?
Ndoshta një lëvizje pak më ndryshe mund të ndikojë apo jo? Është e rëndësishme dhe kjo pjesë. Duhet të mësojnë ndoshta t'i bëjnë tamam ashtu siç duhet. Po, dhe ne I këshillojmë gjithmonë që ushtrimet të aplikohen përpara një pasqyre apo të jetë një familjar tjetër gjatë momentit që ai bën aktivitetin ushqimor, në mënyrë që nëse kemi pozicione të gabuara të ketë mundësinë të korrigjohet dhe mos kryhet pjesa ushqimore gabim. Johan, ka një sër mitesh që ne si njerëz I besojmë në lidhje me mënyrën si qëndrojmë apo me trupin ton, dhe unë dua tani të bëjmë një lojë të thjeshtë, të vogël, e cila quhet mit apo e vërtet. Unë do të them disa nga këto deklaratat që ne rëndomt I besojmë si të vërteta dhe ti do më thuash janë të vërteta, vërtet apo janë mit. Edhe nëse janë mit do na I shpjegosh pse. Okej. Nëse të dhem shpina, duhet të rish trirë dhe të mos lëvizësh fare. Është mit. Është mit, Është mit, sepse në shumicën e rasteve, ka disa raste që duhet të mbash edhe regjimin, por shumica vjen si pasojë mos aktivitetit. Pra, vendosja në lëvizje përsëri e sistemit muskuloskeletik do të ndihmojë që trupi ta eliminojë atë si dhimbje. Plasaritja e gishtave mund të shkaktojë artrit. Kur themi plasaritje, kemi të bëjmë me frakturë të strukturës Jo fraktura, apo? besoj së jashtëmi. Se nuk e kuptova pyetjen. Plasaritje. Plasaritje. Okej. E strukturës kockore? Jo e strukturës kockore. E lëkurës? E lëkurës. Jo. Mit, Jo. është mit. Po nëse do ishte kockas tani u bëra kurioze. Ajo përsëri nuk mund të shkaktonte artrozë. Sepse dhe unë nuk e di si e përdorin njerëzit, është një ndër shprehjet që kam dëgjuar. Pra mbetet mit, sidoqoftë. Dhimbja duhet të kaloj vetë, mjafton pak vaj ose kreme. Dëgjojmë sidomos nga mamat e nga gjyshet tona. Ka dhimbje që kalojnë vetë, po dhimbjet është ajo që folëm pak më përpara që ndjekim atë rregullin 3 ditor dhe në 5 ditë, nëse nuk ka kaluar vetë, atëherë ne duhet bëjmë diçka. Nuk kalojnë thjesht me vaj dhe krem në shtëpi. Okej. Nëse ushtron trupin çdo ditë, nuk ke pse të bësh stretching. Stretchingu është pjesë e ushtrimit. Kështu që Është i nevojshëm. Mit kjo që sapo them. Okej. Dhimbja është gjithmonë diçka e keqe. As pak. Mit. Mit. Çfarë Për është dhimbja? mendimin tim, dhimbja është sinjal që ne na tërheq vëmendjen për tu marrë me trupin ton. Okej, këtë tjetrën, besoj që e dham përgjigjen, çanta e shpinës duhet mbahet në njërin krah. Është e vërtetë. Adoleshent nuk është e vërtetë. Mund të dukeni të bukur edhe më trend, por vendosini të dy ripat e çantës. Nëse nuk e ka për palestër, si ja vlen të bësh ushtrime të shkurtra fare. O bëj tamam thon ushtrimet o mos I bëj fare. Përsëri është mit. Sepse ne nëse shkojmë një orë në mbrëmje në palestër dhe kemi qëndruar 10 orë statik në një pozicion të caktuar, është e dëmshme. Është e dëmshme. Fizioterapia duhet vetëm pas dëmtimeve. Mit përsëri, fizioterapia duhet kryesisht përpara dëmtimeve, domethënë që mos të parandaloj dëmtime të mundshme. Dhimbja vjen nga mosha, s'ke ç'të bësh. Është një formë faktori, por nuk është se ka peshë të madhe. Unë do thoja që është mit se më kam filluar dhimbjet shumë herët. Masazhi dhe fizioterapia janë e njëjta gjë? Jo, mit. Është mit. Sapo kemi rrëzuar një sër mitesh së bashku dhe shumë faleminderit Johan. A ka një mesazh të fundit me të cilin do doje të na lije të gjithëve? Të gjithë që kanë dhimbje trupore, cili është mesazhi yt? Mos I neglizhoni sinjalet që jep trupi. Domethënë trupi tonë është shumë I sofistikuar dhe ka aftësi që as vetë ne nuk e besojmë aftësitë që ka trupi për tu vetë shëruar. Pra këto sinjale dhimbje janë gjitha gjëra që ne na treqin vëmendjen për t'i përkushtuar ko fizikut ton. Mos u dorëzoni. Johan, për gjithë ata që janë të interesuar, ku mund të gjejnë? Unë punoj pranë disa qendrave, siç është Klinika Kristi, studioja ime private, qendra e Bashkisë Devol, ambiente sportive që kemi në rreth stadiumit. Shumë Në faleminderit. rrjetet sociale, po me emrin tim,
Shumë faleminderit për Faleminderit gjithë ju. shka që Ishte ndave kënaqësi. sot me ne. Ishte vërtet shumë kënaqësi. Të dashur miq, faleminderit që zgjodhët të nisni ditën sot me buzëqeshit ditës. Vazhdoni dhe qëndroni në valët e Radio Emanuel. Do të dëgjohemi sërish së bashku në puntatën e radhës. Kalofshi një ditë sa më të bukur. Kur thërasim emrin